Pati një diskutim si të pat ju të gjatë, të përgjegjshëm, të lirë. U shprehen mendime gjërësisht për problematikat. Ajo që predominoj dhe e konsideroj një hap të rëndësishëm për pjekën tonë është që Partia Demokratike ndonë se ka pa diskutim kandidatura kalibri pa asnjë lloj krahasimi me organizatën kriminale në pushtet, vlerëson dhe çmon shumë, do vlerësoj dhe çmoj shumë kandidaturat e pavarura. Do konsideroj me seriozitetin më të madh kandidat që do kandidat pavarur të cilët garojnë si të tillë dhe që konsiderojnë të nevojshme për fitoren e tyre mbështetjen e Partisë Demokratike, besoj se në një valë me këte nga diskutimet paraprake janë edhe forcat tjera opozitare. Pra, dhe kjo jo vetëm në Bashkinë e Tiranës, por kjo dhe në bashkitë e tjera. Ky është një moment, do të mendoja unë, për të gjithë ata qytetar, ata intelektual, ata specialist, ata ekspert, që ndjehen të gatshëm të përballen me narkoshtetin e Edi Rams, të matin forcat e tyre në një garë, në interesin më të mirë të qytetarëve, të marrin vendimin e duhur. Ka kohë, zoti Berisha? Do ketë propozim për kandidat ka kohë. Urdhoni? Kemi parë 3 kandidatë të propozuar si të pavarur nga Partia Forcat Aleate ose forcat opozitare. Partia Demokratike. Unë mendoj se kandidati i pavarur është i pavarur kur deklaron veten. Apo se shu. Pra, por edhe të propozuar asgjë nuk do lihet jashtë konsideratës. Natyrisht duhet të jemi realistë në historinë e modeleve elektorale të pavarurit e mbështetur nga forcat politike kanë regjistruar sukseset papritura. Të themi atë që është. Sot për shembull tani mund të them se në një shtet prej 18 milionësh, në mos gaboj Renani Westfali, në Gjermani, të gjithë kandidatët të pavarur, të mbështetur nga forcat politike. Se s'ka shumë kohë, zoti Berisha. Nuk është kjo. Shiko, vendimi është i vendim jashtëzakonisht i rëndësishëm, i cili jep një opozitë shqiptare një dimension tjetër. Ai mori, imagjinoni tani, se edhe unë e kam të përmend. Ke paraqitje ai. A e kuptoni ju se çdo njeri tjetër në atë organizat kriminale mund dilte para Ogertës. A e kuptoni ju që Ogert dëshirat të fikt kur e mori vesh sepse e din barrën e krimit që ka mbi supe. Pra, a nuk janë këto nata me ditën,
A nuk është kjo errësira me dritën dallimi? Ne themi qytetar, themi personaliteteve të vendit, u themi intelektualve, ekspertve, u themi atyre të cilët ndjehen të gatshëm përballën të marrin vendimin e duhur dhe ne qëndrojmë të hapur ndaj tyre. Zoti Berisha për të lajmi, lajmi përbën ky. Jo lajmi përbën ky, por isin madhore. Prandaj dhe mos bëjmë asnjëra atë që tani të themi, shifni trugun e pish sa e madh, tani këto dek nuk rëran me pa, nuk mund ndodhi kjo. Zoti Berisha, për ta qartësuar, ju merrni sot vendimin për të mbështetur një kandidat të pavarur dhe nuk angazhoheni më për të gjetur bashkë me partitë e tjera opozitare një figurë e cila le të kandidojë pavarur, por është dakorduar paraprakisht prej jush, pra ju nuk do të dakordoheni për një emër si do vi? Kjo është gjysmë e pavarur. E pavarur është ai, i pavarur jeni ju, nëse del thoni që unë vendos, themi realisht, i bëjmë kështu gjëra. Unë do kandidoj dhe kërkoj mbështetjen e partive politike. Berisha, pra tre emrat e propozuar publikisht do të quhen kandidaturat e djegura, pasi kanë ardhur nga postat opozitare. Asgjë s'ka të djegur në këtë ndjekje, jo, jemi në rrafsh të doktrinës. Në doktrinë, në qoftë se unë kandidoj Osmani është kandidati imi dhe jo i pavarur. Apo së shuam. Është, priti minut. Osmani është jo partjak të themi, nuk është por është kandidati propozuar nga, dhe kjo nuk është një mëkat. Jo, nuk përbën. Por ama të themi që t'jemi të vërtet me konceptin, i pavaruri është ai që do shikoni, or zotëri, unë do dalë kandidoj për qytetin e Beratit, apo për qytetin e Vlorës, apo të Tiranës, po të duhen forcat politike të më mbështesin. A është ky tamam i pavarur? Opozita jo opozitat e kandidatit. Kurdo? Të vi kandidatit e opozita dhe jo opozitat e kandidatit. Kjo është thelbi. Problemi është, edhe opozita mund të zgjedh një kandidat që jo partjak të themi, se të themi atë jo partjak, dhe ky është një kandidat jo partjak, dhe opozita është e lirë ta bëjë në çdo moment. Si të regjistrohet? Si pavarur apo si ai regjistrohet si i pavarur, i mbështetur nga forcat politike. Zoti Berisha do mbështesni. Patjetër. Do keni kandidat që do regjistrohet. Do të regjistrohet një koalicion mbështetës i kandidatit. Zoti Berisha, ku do vendosni juve për të vendosur një kandidat? Pra, kur e vendosni ju kë do mbështesni? Tani do ketë kandidat që ju tani Osman. Pra nëse del edhe Osmani nuk mund t'japim. Kë do mbështesni? Nëse dalin dy. Nëse dalin dy kandidatë të pavarur, si do bëhet për do zgjedhim se cili gjykohet më i zgjedhshëm. Kush është identiteti zoti Berisha i kandidatit pavarur? Sipas një njeri i cili të ketë aftësitë për të bindë më shumë se kush do tjetër qytetar të Tiranës për shkak të aftësive të tij, performancës së tij etj. Po kush do të përzjedh këtë kandidat pra? A do kemi një grup pune nga forcat opozitare, do kemi një natyrisht do jenë diskutimet që do për te. Por edhe një herë, në rast se flasim të jemi të vërtet këtu për të pavarur, i pavarur është ai që merr guximin dhe thotë shiko, unë dola në arenë, ftoj forcat politike, prit. Po qofse s'del asnjëri pasi janë të pavarurit e propozuar nga partitë. Këto nuk janë kandidaturat pavarura, këto janë kandidatura jashtëpartiake të propozuar nga partitë dhe kjo shumë mirë. Dhe kjo ka funksionuar. Tani, unë mos numëroj kandidaturë Partia Demokratike, këtë modelin që po flas e ka përdor këtë. Se e ka përdor. Në raste ekstreme. E ka përdor, nuk është një praktike parrahur për Partinë Demokratike. E të pavarur është e parrahur, kurse praktike e propozimit të kandidatëve që
nuk kanë qenë parti demokratike, kjo është e njohur me dëshmitar. Zoti Berisha, a është Ermal Asimi ky kandidat i pavarur? Tani, unë nuk jam këtu për diskutuar për asnjë emër. Po kur do të diskutuar për emër? Jo, sepse unë, po, nuk më lejohet mua, nëse unë them, nëse unë ftoj intelektual, ftoj specialist, ftoj ekspert, që të konsiderojnë kandidimin e tyre në betejë për Tiranën, në betejë për Beratin, në betejë për Vlorën, për gjitha qytetarët. Atë çfarë kuptimi ka dalë të them unë mbështes filanin? Jo, ose mbështes filanin. Nuk e pres, nuk Jo, i plotson ato të dhëna, themi. Tani, edhe një herë, nuk kam asnjë pronësim për kandidatën. Zoti Berisha sa i takon çështjes, Partia Socialiste ka përcaktuar dhe se cilët do të jenë personat e ndarë që do bëjnë fushat në degët e Tiranës apo edhe në bashkitë e tjera, ndërkohë Partia Demokratike ku ka përcaktuar bandat. Ka përcaktuar bandat. Në gjoni këtu. Partia Demokratike ku ka bandat e saj. Tani, bandat politike. Ka përcaktuar jo bandat kriminale, se ajo Lubia ka filluar takimet me bandat. Është takuar me atë çajut e Aslani i Vorë se me radhë po takon bandat. Kështu që ne nuk takojmë bandat. E morë vesh. A e morë vesh se urdhë, po i heq deputetët që spunojnë me bandat, aty për ligjin po e bëjnë bandat. Po ju qytetarët ku do i takoni? Keni akoma strukturat gati. Do i bëjmë, sigurisht, unë nuk them se nuk është një kohë e ngushtë. Është një kohë e ngushtë, por ne do i bëjmë për gjërat. Do t'i realizojmë. Ju përshëndes. Kandidatin e pavarur, deri kur do e prisni? Po, mendoj se 2 ditë të ardhshme do t'ishte kohë e përshtatshme, se dhe zgjatja është e pamundur. Është kosh 2 ditë kohë. Po, natyrisht sot dhe nesër do pritet, patjetër. Jo, nuk ka gjatë përsaktur, jo, nuk ka. Asgjë, por vetë koha është shumë e ngushtë, si të dini, ajo pasaj s'mund të... Mes javës do ta keni kandidat. Patjetër do kemi, do ke se kandidati do të, ne do mbështesim, partit tjera do mbështesim, ta supozojmë am ta apo. Por unë ftoj personalitetet e këtij vendi, e këtij qyteti, e këtij të guxoj, sepse ne I mirëpresim, absolutisht, me shumë sinqeritet. Mirë pa. Kemi ndjekur drejt për drejt zotin Berisha, ka dalë vetë kryetari i Partisë Demokratike pas mbledhjes